Se nuk jeni të gatshëm për marrëveshje, ti e din nga një merë, po mos vërtet. Mos vërtet, edhe mos ma bën me gjesht, sepse ti e din shumë mirë. A vjen ti si deputete me votu? Kush e zgjedh? A vjen? Kush e zgjedh? Se herën e kaluar nuk janë. Po kujt na ju kushte? Po a vjen po kujt na piqet një kushte? Jo, nuk ka kusht. Po ju nuk mundi të na kurzu, na jemi në qytetarëve. Na jemi në demokraci. A vjen me votu presidentin qoftë edhe kundër. Dhe unë Mihajlin po ta votoj. A je për me i shmang zgjedhjet? Dhe unë Aleksandër Mihajlin, apo? Ka në votoni ju Ganimete, të regojnë shqytarve sa alo si dijen. Hajde, vojna kuvendin shkojnë në zgjedhje kur dush. Kur dush shkojnë në zgjedhje, hajde këtu. A, zgjedhje, jo Ganimete, vendi s'ka nevoj për zgjedhje, ka për zgjedhje. Po, ka nevoj për kriza, ka nevoj për diktatur, ka nevoj për anarki. Që që përta që në rrugën me doli ashtë, hajde, dhe, si avlenti me ne këtë vend, hajde, dhe. Presidentin e voton kuvendin. Je pasjatshme. O let me qenë pasjatshme, po nuk ka mirë. Nuk ka mirë. Jo, nuk të vjen keq. A e di që nuk ka shqytojnë mirë. në kato një thojmë pa i nyrë. Kur s'janë për zgjidhje, kur s'janë për qytetarët, janë për zhurmë edhe për këto sjellje. Mas vërtet për Ganimete. Jo, po për tas edhe mirë. Mas vërtet me mu, se e din ti e din shumë mirë. Ti nuk je për qytetar. Ti nuk je për qytetar. Ti e të manipulu. Kohën tonë si ministre ti ke shkatru qytetar. Ja ulon pak fazën e filmit, se ka nevoj pak protagonizëm edhe filma. Moj zoj, nëse do në me ditë vërtetën, ti je kon ide, kur unë e kom punu për ato sene, një ide ke që... Ani, mos raj, zoj, mos raj. Nuk është mirë, zoj, nuk është mirë me raj. Përbes, zoj është marrë me raj. Duhet me ju ardhë pak ajo është marrë me raj. Prej familjeve të viktimave, kjo kesh përdërim të e bërë. Duhet me Shumë është marrë me raj. Shumë është marrë me raj. Ato viktima, ju po i vritni për styç. Ato kanë vdekë për me pas ky vend institucione, për me pas kushtetut, për me pas rend, për me pas ligj, për me pas demokraci. Shumë është keq me raj. Kjo të rëgën që si as ka uz, as argumente, thjesht vazhdoj me shpinë. Veç zhurmë. Kuvendit, dhe resoncë. Bravo. Arjan Arjana të lumt. Bravo Arjan. Bravo Arjan. Bravo Arjan. Të lumt. Si e duken këto votime? Se më të ljonë edhe më. Mendoj që krejt kjo zhurmë është një tendencë për me fshetë të vërtetën. Këta nuk janë për zgjidhje, zdojnë marrëveshje. Me qënë si për zhjatët në shumë se sa fati që është e pa mundën me... Unë nuk di edhe pse kanë kaq averzion ndaj qytetarëve që kanë ardhur me vizitu kuvendin. Pse nuk dojnë me i lonë? Unë mendoj që hapësirë për të gjetur zgjidhje për presidentin. Duhet të ulemi në tavolinë, duhet të diskutojmë gjitha opsionet, natyrisht dikull shumë pe njëra palë, dikull shumë pe pala tjetër. Unë mendoj që hapësirë kemi për një marrëveshje për presidentin. Unë mendoj që asnjë palë të shkojë në zgjedhje. Dhe nëse të gjithë nuk duan të shkojnë në zgjedhje, një zgjidhje është e mundshme, edhe jam shumë e sigurt që në mesin e këtyre deputetëve ka mjaftueshëm të tillë që seriozisht janë të interesuar për një zgjidhje. Po, ne vazhdimisht përsërisim kërkesat për takime, vazhdimisht përsërisim gatishmërinë tonë për të gjetur një zgjidhje të përbashkët, edhe po nuk ka deri tani, po pse nuk ka deri tash nuk do të thotë që nuk do të ketë në të ardhmen. Kështu që ne do të vazhdojmë me këmbgulje të kërkojmë një zgjidhje, ne do ta gjejmë zgjidhjen e përbashkët, do t'i konstituojmë institucionet, sepse vendi nuk ka nevojë të shkojë përsëri në zgjedhje.